Ndërkombëtar miq, do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, atë që prodhua dhe atë që do ndodh më pas. Do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të folur me zotin Grit Roy, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare, njohës si zhvillimeve politike mjaft i mirë në Shqipëri dhe jo vetëm. Grit, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Edilbert dhe faleminderit juve për ftesën. Faleminderit ju për kohën. Paria e Tiranës arriti e garantoi të ardhmen deri në 2030 të paktën. Nuk do thoja që ka garanci, në politikë nuk ka kur garanci, por paria e Tiranës të tregoj veten jashtëzakonisht shumë kompakte dhe për spektatorët tuaj do duaj thënë se çfarë përfaqëson paria e Tiranës në gjithë ato grupimet që dolën nga ish regjimi komunist, ju bashkua profesorati dhe niveli i dytë ose i tretë i elitës komuniste dhe krijuan atë që është sot paria e Tiranës, ndarë në grupe të ndryshme, gjithë secili luan rolin e vet, një teatër kabuki të frikshëm, ku tani më janë ndarë rolet, ku kryeministri në detyrë e tregoi veten si njeriu më i aftë dhe më i zoti për të mbledhur rreth vetes pushtet, banda, do të fitonte këto zgjedhje kryeministri edhe nëse nuk do të kishte vjedhur, por duke qenë nën kontrollin e bandave dhe sindikatës ndërkombëtare të krimit, nuk e ka atë mundësi që të mos i lejojë parit lokale ose njerëzit e tij lokal që kur vjen puna të marrin dhe të vjedhin sa më shumë vota. Pra, kjo ishte një zgjedhje të parashikuara, kishte një marrëveshje e cila doli nga dhënia e vulës Sali Berishës në kohën e gjyqit për vulën e PD-s dhe kjo do të kishte qenë përfundimi, u kontrollua deri diku nga paria, por pastaj antarët lokal, ata që luftojnë për vota personale ose ata që blejnë vota tek shtresat e varfra, u përpoqën të dalin disi nga konturet, por dhe aty duket kontrolli i plot fuqishëm kur Partia Socialdemokrate po rritej shumë spaku i trokiti këtë dera. Zoti Roy, me atë që unë kuptova nga ajo që ju thatë nga analiza juaj, janë gjithë kënaqur. Berisha i kënaqur, Rama normalisht i kënaqur, por populli duhet presë që ta shpëtojnë nga jashtë me parashuta për të hedhur në Shqipëri. Pra, si mund të dilet nga kjo situatë? Për te fjalëve, çfarë mund të bëhet? Sikoni, problemi kryesor është që tani më Shqipëria ka rrëshqitur në një diktaturë të pashpallur, megjithse duke parë zgjedhjet e fundit ndoshta duhet ta quajmë edhe diktaturë të shpallur, sepse si kryeministri, ashtu edhe ai që pretendonte të ishte kryeministër, kur u pyetën nga gazetarët që kur mendoni se mund të dilni nga politika, cilat janë kushtet në të cilat ju mund dilni nga politika, drejtuan syt nga qielli. Kryeministri me një arrogancë të pashoqe për një politikan që e mban veten si evropian, se sot është duke u takuar edhe me samitin e Evropës, kështu që i duket vetë shumë evropian, mirë po kur sillet në politik, ai sillet vërtet si një diktator jakobin i vogël, si vllai i zotit Vučić, siç e ka quajtur veten, ndërkohë që edhe zoti Berisha mendon që vetëm Zoti mund t'ia heqë të drejtën që të zaptojë opozitën. Ai që ka ndodhur është kjo, që kryeministri bëri marrëveshje në vulën, opozita i shiti këto zgjedhje, opozita zyrtare po flasim, me kinse opozita, ose ashtu quajtur opozitë, dhe roli i saj është që të zaptojë këtë vend në mjedisin tjetër ose një të duhur. Kjo nuk ka lidhje me tu ka lidhje me kontrollin e shtetit, tu ka lidhje me shumë çka tjetër që shkon përreth këtyre zgjedhjeve. Pra zgjedhjet nuk ndodhen në një vakum politik. Ndaj dhe unë, siç kam thënë, prej shumë kohësh dua ta ritheksoj, tani më është më së qartë. Njerëzit duhet ta shohin në dritë syrit vërtetën. Në Shqipëri kemi dy palë. Kemi parinë e Tiranës, e cila punon kundër shqiptarëve, e cila punon kundër interesave kombëtare, e cila kërkon vetëm të pasurohet, e cila i ka shitur shqiptarët disa herë, do të vazhdojë të shes, pa më të voglin dyshim, të gjithë bashkë, kompakt, secili në rolin e vet, kryeministri në rolin e vet sundues dhe kryeopozitari në rolin e vet që zë vendin, dhe në anën tjetër kemi shqiptarët, cilët janë të hutuar, të cilët janë të varfër deri diku, se sasia e votave të shitura dhe të blera në këto zgjedhje ishte fort e madhe, të cilët nuk dinë se nga mund të vi shpëtimi. Unë do thoja dy gjëra. E para, e kam thënë vazhdimisht, por dua ta ritheksoj. E para, shpëtimi do të vijë nga vetë shqiptarët. Nuk mund të pritet që të ngrem syt nga qielli dhe të na vi o nga jashtë, o nga të huaj, o nga të tjerë.
Dhe e dyta, vetëm rrugë për të dalë nga kjo është një projekt i ri, shtet ndërtues me baza kombëtare për ta hequr nga skena publike këtë pari kriminale dhe antishqiptare. Pyetja që vjen më pas, po e paralajmëroj një pyetje të tillë është si bëhet kjo? Kjo bëhet duke refuzuar pikë pari veprimet e Paris, duke refuzuar këtë pseudo opozit që mban peng vendin, në mënyrë që të krijohet mundësia, hapësira për një opozit reale të fortë, e cila të marrë përpara rrymën e gënjeshtrave, të panumër të gënjeshtrave, të mashtrimeve, të propagandës dhe të vjedhjes masive që ka qeveria aktuale. Nëse kjo qeveri që ishte këtë mandatin e tretë, kishte gjysmën e ministrave brenda dhe arriti që gjithsesi të korë një fitore plebishitare, siç do thonte njëri nga kandidatët e saj, i cili fundi pati ca probleme, cili është zgjedhur deputet pikërisht, kjo fitore plebishitare e saj ishte një fitore e rreme, ishte një fitore e mungesës së shpresës dhe e mungesës së alternativave. Shqiptarët kanë nevojë për një alternativë, dhe kjo alternativë do të jetë një alternativë kombëtare, një alternativë që do të refuzojë mënyrën e të menduarit Paris-Tiranës, mënyrën e të vepruarit Paris-Tiranës, dhe do t'i shohë në dritë syri dhe do t'i thotë ju nuk jeni padron, ju jeni thjesht plerat e kombit shqiptar. Zoti Roy, ju e përmendet pak më lart kur thatë liderët e Bashkimit Evropian ndodhen në Tiranë për samitin e komunitetit politik, por ajo që ka bërë përshtypje është që ende nuk ka ardhur asnjë reagim nga Përteu Oqeanit për këto zgjedhje, ndryshe nga kancelarit e mëdha të Europës. Tani ju edhe në shkrimet tuaja të mëparshme një shprehur që SBA nuk i ka shumë për zemër këto dorezat e vjetra. Tani si mendoni që do reagojnë në këtë rast? Do ketë për zgjedhjet e kanë fjalën? E kam gjithmonë me indicje, me analizë, jo bazuar te informacione, sikur thoni dhe ju. Sigurisht, nga unë në pozicionin që kam, unë flas thjesht si një analist dhe nuk flas me informacione konkrete, pra nuk mund të përfaqësoj shtetin ku jetoj. Megjithatë, ka një analizë shumë të thjeshtë. Shtetet e mëdha, në veçanti dhe fuqitë e mëdha, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, veprojnë në bazë interesash. Dhe fatet e popujve të vegjël janë gjithmonë shumë të lidhur me fatet e fuqive të mëdha. Thënë kjo, nuk mund ta shohim si një lidhje të drejtë për drejtë. Pra, administrata amerikane kërkon që të çojë në maksimum interesat e shtetit amerikan dhe të popullit amerikan. I takon qeverive tona, i takon popullit shqiptar që të nxjerrë në krye njerëz të denj, të cilët ta përfaqësojnë, të cilët kanë një agjendë kombëtare, të cilët të mendojnë jo vetëm për pushtetin e tyre apo si t'japin ndonjë bakshish të vogël për të mbajtur pushtetin. Pra, ka mënyra, kjo paria jonë kriminale dhe antishqiptare ka gjetur mënyra gjithmonë për të bërë marrëveshje me të huajt. Dhe të huajt e pranojnë sepse e dinë se në fund këta janë gjithmonë njerëz të cilët janë të gatshëm të shesin gjithçka. Unë dyshoj shumë se do të kemi disa marrëveshje të kryeministrit për herë të katërt tani më, të cilat do të jenë jashtëzakonisht shumë të dëmshme për interesat e shqiptarëve. Diku do të kërkoj ai të gjejë një pikë takimi me administratën amerikane dhe ka gjasa që edhe ndoshta dhe e gjen një pikë takimi, shet një interes shqiptar dhe mban pushtetin për disa kohë. Megjithatë kjo nuk do të mjaftojë. Në rast parë sepse administrata amerikane i ka dosje të gjithë këtyre që janë sa një mal. Kur them që këta nuk janë drejtues të shtetit, por këta janë të gjithë hajna dhe maskarejnë, këto janë të gjitha të dokumentuara. Nëse gjysma e qeverisë sot është në burg, duhet ishte e gjithë qeveria në burg. Në qoftë se e ashtu quajtur opozit del me listë të mbyllur, ku janë të gjithë personazhet më të fllihur të qeverisë së saj, kjo tregon që këta nuk kanë asnjë lloj ideje ndryshe. Ata thjesht duan që të hyjnë në qoftë se do t'i sillte kush në pushtet që nuk ka asnjë shans, të hyjnë në pushtet dhe një herë tjetër, të vinë në pushtet dhe një herë tjetër dhe të vjedhin, të plashkisin dhe të bëjnë çfarë do lloj marrëveshje. Pra nuk është zgjidhja të shohim nga të huajt se nuk do t'i pranojë administrata amerikane. Administrata amerikane do të mbyllin hundën, do ta vërë një pincë tek hunda dhe do thotë me këta kemi të bëjmë se këta në fundit zgjodhen shqiptarët dhe do gjejmë një mënyrë të bashkëpunojmë me ta. Problemi është që a na intereson kjo ne, a është kjo a mundën njerëzit në Shqipëri të jetojnë si sklever?
Sot Edi Rama bashkë me Sali Berishën dhe me gjithë ata të tjerë shpurën e plerave që i ndjek, po ju thot shqiptarëve që ju o do jetoni si plera ose do të ikni. Edi Rama pa pikën e turpit premtoi një gënjeshtër të madhe që do t'u japi njerëzve pasaportën europiane. Po dhe në qoftë e vërtet kjo gjë. Ç'do të thënë kjo? Që kur të ikni nuk do ikni më si refugjat, po do detyroheni të ikni me pasaportë. Se është e vetme mundësi që ju lihet shqiptarëve. Ekonomia është në dorë të oligarkëve. Sindikata ndërkombëtare e krimit kontrollon gjithçka. Bandat fituan zgjedhjet. U përpoq e ashtu quajtur opozitë të lidhe me bandat, se këta thonë që na i vodhën zgjedhjet bandat, po në Kavaj kishin aleat atë njeriu të cilin e kanë quajtur vet bandit të 99-tave. Pra, këta nuk kanë as ide, këta nuk kanë as turp, këta nuk kanë as fytyrë, këta nuk duan as t'i shohin shqiptarët në drejtësi, ta duan thjesht vetëm të ruajnë status quo dhe mundësisht kapin në një pjesë më të madhe nga torta. Këtë tani më njerëzit duhet ta shohin në sy, duhet të përballen me të vërtetën, sepse çdo gjë tjetër është gënjeshtër dhe propagandë e pastër. Zoti Roi, kam një pyetje të fundit. A mendoni që me 83 vota që ka tani, të pak nuk është mbyllur numërimi, kryeministri Rama, a do guxoj Spaku që të shkoj tek telefoni ti, sikur i tha ai e paralajmëroi që mos guxoni të vini, me 74 atëherë, me 83 tani që mund të bëhen edhe 84, që mund të psojë edhe ndryshime, mandati i dytë ndoshta mund të harrohet për Dumanin me shok. Shikoni, ju thoni 83 ose 84, po kemi bërë pak llogarit shumë shpejt. Deri në shtator unë dyshoj shumë që numri i votave do të jetë edhe më i madh në favor të mazhorancës, sepse një pjesë e mirë e këtyre kandidatëve që ishin opozitar me Demek do gjejnë mundësinë që të marrin një tender, një hidrocentral, biznes baxhanakësh. E keni fjalën nga 50 e Beritës? Edhe nga ajo pas më të vogël ndryshim, po edhe nga partitë e vogla, nuk dyshoj shumë që Partia Socialdemokrate do gjej gjuhën e bashkëpunimit aty ku duhet, sepse e ka deklaruar, domethënë pak nga ajo anë zoti Doshi ishte i ndershëm kur tha presim të bëjmë pazarin e ri me zotin Rama, me Berishën nuk bëjmë pazar. Ishte shumë e thjeshtë historia. Një pjesë e mirë partive të vogla, një pjesë e mirë kandidatëve të LSI-s mundet që të gjejnë gjuhën e përbashkët me mazhorancën dhe një pjesë e kandidatëve të listave të mbyllura, sepse në fundit ta jetojnë për bizneset e vëllezërve, motrave, baxhanakëve dhe të vetat. Ajo që është në lidhje me Spakun, se kjo është një pyetje shumë me rëndësi. Ende me sa di unë, qeveria shqiptare ose shteti shqiptar nuk e paguan Spakun. Pra, por nuk është çështja vetëm kush e paguan Spakun apo kush e kontrollon. Ktu është çështja që një nga objektivat e Paris Tiranës është tani më që ta mbylli të rubinetin që i kishte dalë nga dora me votimin 140-0. Dhe ky është rubineti i drejtësisë. Limfa e një shteti është drejtësia. Dhe këta tani duan që ta rimarrin. Do të ketë iniciativa, nisma, do të kemi komisionin Xhafa, do të kemi disa lloje të tjera, disa bëhen për të hedhur hi syve njerëzve dhe disa tjera do të jenë substanciale, por këta do të përpiqen me të gjitha mënyrat që ta fusin Spakun në kontrollin e plot. Dhe të mos kenë më surpriza dhe ta përdorin thjesht sa për të mbuluar pislliqet e tyre. Nëse do t'i arrin apo jo varet nga shumë shka dhe varet edhe nga raportet që do të kenë me administratën amerikane, sepse unë dyshoj shumë që administrata amerikane do t'i lejojë këta të vjedhin lart e poshtë pa ju kërkuar llogari. Ndaj dhe besoj që nuk është më thjesht çështje mekanike ose çështje votash, është çështje e kontrollit të shtetit dhe kjo do të jetë një nga përballjet më të mëdha. Kjo ishte një nga arsyet e kësaj marrëveshje të madhe, ku askush nuk konteston dhe të gjithë bëjnë sikur na i vodhen apo na e bën kështu qeveria, po ndërkohë të gjithë janë të qartë që në fundit çdo gjë do të shfryhet, çdo gjë do të vazhdojë normalisht dhe bizneset e tyre do të vazhdojnë të korrin fitore, fitim plota dhe publicitare. Zoti Roi, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve. Ngrit rrofsh edhe një herë.